5 janar, ngriuni, luftoni për vendin tuaj. E majta amerikane, por dhe shumë udhëheqës botror anti-amerikan, kanë vënë në diskutim ligjshmërinë e operacionit ushtarak të ndërhyrjes dhe arrestimin e diktatorit Maduro. Thuhet se presidenti Trump ka shkelur ligjin ndërkombëtar, thonë që Maduro ka pasur imunitet si kryetar shteti. Nuk është e paligjshëm as arrestimi i tij, sepse nuk konsiderohet legjitim si president, 16 vendet botës nuk e njohin si president. Por dhe ndërhyrja ushtarake nuk është e paligjshme, sepse në 25 nëntor, presidenti Trump ka cilësuar si organizatë terroriste një nga kartelet më të mëdha të drogës në Venezuelë, çka jep drejt ushtrisë amerikane të ndërhyjë ushtarakisht. Trump ka të drejtë të ndërhyjë ushtarakisht edhe në Meksik, ku ka cilësuar si organizatë terroriste të narkotrafikut Sinaloa, natyrisht dhe në Kolumbi. Më parë, superfuqia e ka përkulur të ligjin ndërkombëtar të KB-s, por më vjen keq që edhe në Shqipëri ka vazhdues Partisë Punës dhe të Nërë Hoxhës që janë me anën kundër presidentit Trump. Unë e kuptoj Partinë Socialiste, pasi është arrestuar një kryetar një partie tjetër socialiste dhe Rama në Amerikë është cilësuar si Noriega nga Netja e Djathtë. Po kur ndërhyri Amerika për çliruar Kosovën. Ky vend i madh natyrisht që në çaste përcaktuese ndryrim. Çfarë ndodhte me Maduro? Maduro ishte një diktator. Këtu nuk ka asnjë diskutim. Dhe jo më kot 60 vende nuk e njihin zgjedhjet sepse i kishte vjedhur. Çdo gjë ka filluar në vitin e mbrapsht në 1997 kur Chavez ka kryer atë revolucionin dhe ekonomia e Venezuelës, një nga ekonomitë më vezulluese të Amerikës Sugore, e cila ishte me një GDP rreth 350 miliard dollar, ka psuar një tkurrje të ekonomisë me 70%. Kjo nuk ka ndodhur në Amerikë as në krizën e vitit 1930. Problemi është që shumë anti-amerikan, edhe ata që japin mendjet mëdha në Shqipëri, që janë të Kobori Ramës të friksuar me Mecit Surelit, thonë se kjo është për naftën. Rubio tha që ne nuk kemi nevojë për naftën e Venezuelës. Amerika ka naftë shumë herë më tepër. Por përpara revolucionit Chavez socialist, kompanitë mëdha amerikane kishin investuar tek nafta në Venezuelë dhe mbas shtetëzimit këto investime ikën. Kina dhe Rusia përfitonin nga nafta e Venezuelës. Kina çdo ditë merrte mbi 536.000 fuqi nafte. Në Venezuelë kishte ndikimin e Iranit, të Rusisë, Kinës dhe shërbimi i inteligjencës të bërprej nga kubanezët. Këtë nuk do të lejoj më Amerika të ndodhë. Do të ketë një karantinë të naftës. Venezuela ka naftë cilësinë më të mirë në botë, crudo, rreth 300 miliard rezerva fuqi, të cilat përpunohen në rafinerit amerikane. Në qoftë se kompanitë amerikane do të reinvestojnë përsëri, ekonomia e Venezuelës do të rritet, qoftë se do të ketë një qeveri pro-amerikane dhe free market, do të përfitojnë në shtetësit e saj, do të bjerë çmimi i energjisë në botë. Kjo nuk i intereson Rusisë dhe Iranit, të cilët duan që të shesin me çmime të mëdha naftën për të mbajtur në këmbë regjimet e tyre shtypse, diktatoriale, anti-amerikane, anti-liri. Natyrisht që Trump flet në atë mënyrë që ne vrikos gjithë kënd edhe ne këtu në Amerikë, që ne do ta qeverisim atë.
dhe Rubios u detyrua të dalë, thotë jo, nuk do të jetë drejtim i vendit siç ndodhi me pushtimin në Irak, sepse amerikanët e kanë marrë mësim. U desh 20 vjet që prodhimi i naftës në Irak të trefishohej, por u harxhuan triliona dollar. U vranë amerikan, u vranë iraken. Kjo nuk do të ngjasë më me Amerikën, sepse votuesit amerikanë të magës nuk do të votonin kur Partinë Republikane, në qoftë se kjo do të ndodhte. E majta këtu e akuzon Trump që çdo gjë është për të spostuar vëmendjen nga dosja Epstein. Edhe kjo mund të jetë. Por do të jesh në mendjen e tij. Aksioni ishte brillant, por kanë qenë dhe me fat. Që të arrestosh një kryetar shteti në fortesën e tij, kur çdo gjë ka ndodhur për 46 sekonda i çastit të fundit, nuk është e lehtë. Çdo gjë është kryer nga CIA. Dhe kanë pasur një informator shumë afër Madurës. A e shiti ushtria Maduro, janë vrarë bodyguard të tij. Trump nuk doj që fituesja e çmimit Nobel, kryetaria e opozitës, të jetë president diare, sepse Trump është ofenduar kur ajo i hodhi në thojë çmimin Nobel. Aq më tepër që kandidatja e opozitës duket sigurisht vokistët dhe Sorosit, është pro transgenderve, pro gayve, çka Maduro nuk ishte. Paralelet e Madurës me Ramën janë të frikshme. Maduro akuzohet se ka $200 milion. Kështu është akuzuar më parë Rama nga organizata ndërkombëtare. Edhe pse sot pranohet që Rama mund të jetë 3, 4 deri në $5 miliard. Maduro, partinë që kontrollon çdo gjë, e quajnë Parti Socialiste. Naftë ka dhe Shqipëria. Nuk kanë naftë sa Venezuela, po sa për ne, në Ballkan, dhe neve në vitet nafta. Përse u tërhoqën nga pusët e mëdha në Shpirak? Natyrisht që në geopolitikën, kompanitë e mëdha e dinë se çfarë ndodh. Ndaj, unë jam pak skeptik që kompanitë e mëdha të naftës të shkojnë të investojnë me njëherë në Venezuelë. Pa pasur garanci, siguri, kjo nuk ndodh. Maduro ka larguar rreth 7-8 milion vet nga vendi i tij. Rama është me 1 milion. Media amerikane e ka cilësuar si Ramaduro, narkoshtet, shtet mafioz, madje Washington Examiner Rama si Noriega. Asgjë nuk ndodh rastësisht. Ata që arrestuan Maduron janë ato sfera pushteti që mbështesin SPAK. Ligji i ri në Kongresin Amerikan, pakti, detyron Rubion të mos jetë me mec, dhe Rubio ka filluar të flasë, sepse këtu ndihet më komod. Ka kërcënuar Kubën, Kolumbin, dhe askush nga diktatorët nuk do të jetë i qetë me zotin Trump, i cili shkon duhet marrë Groenlandën. Nuk e ndalon dot askush. Se faktikisht ja kanë thënë që Groenlanda është blerë kur është blerë Alaska. Senati asaj kohe e kanë nënvlerësuar dhe nuk e ka ratifikuar, dhe Groenlanda mbeti tokë askujt derisa kaloi te Danimarka. Pra mund ta kishte marrë Amerika që në atë kohë. Në kohën e luftës së dytë botërore, Groenlanda i është lutur Rooseveltit na pushto për të na mbrojtur nga nazistët. Dhe kjo ka ndodhur. Amerikanët e shpëtuan nga pushtimi nazist. Ka një bazë amerikane. Në qoftë se atje shkojnë 50.000 forca, sepse atje Amerika kërkon të ndalojë aksesin, ndikimin rus dhe kinez. Është aksi agresor Rusi, Iran, Kore e Veriut
ku hynte dhe Venezuela. Nuk mund ta pranonte më elita republikane këtë fakt. Ajo doktrin Monroe ka filluar të rigjallërohet me Trump, i cili pëlqen ta quajë Donero. Në fakt Amerika e ka braktisur doktrinën Monroe në kohën e presidentit Obama përmes sekretarit Kerry. Por në këtë botë të trazuar, doktrina Monroe do të shërbente rendit botëror. Don't play games with Trump. Mos luani lojra me Trump. Është atipik. Natyrisht motivet e thash edhe një herë, mund të jetë dosja Epstein, nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që një sherif i ri është në të andë, Amerika është e fortë, nuk lejon njëri tavet me të. Janë tronditur aleatët, janë friksuar armiqt. Të zgjuar janë ata që pozicionohen me zotin Trump. Kryeministri grek Mitsotakis haptas mbështetës për zotin Trump dhe thotë që nuk ka si shkelje të ligjit ndërkombëtar sepse ai nuk është president legjitim. 60 vende nuk i njohin zgjedhjet e tij. Erdogan nga ana tjetër është kundër Trump. Se Erdogan e kujton se si ngeli në ajër për orë të tërë dhe asin se pranohet, kur Obama donte të largonte nga pushteti. Tani thonë që Putini mund të rëmbej Zelenskin, presidenti kinez mund të rëmbej presidentin e Tajvanit. Këto janë if. Amerika është superfuqi dhe tregoj edhe një herë përsinë e madhe të teknologjisë ushtarake. Jo thash dhe dje. Mbrojtja kundra errore në Caracas ishte $2 miliardë mbrojtja ruse. Është kthyer në skrap e gjitha. Kanë qenë 150 avion. Ka qenë një veprim ushtarak që do të mbetet në librat e historisë ushtarake. Por kanë qenë dhe me fat. Kanë qenë dhe me fat sepse mund vriteshin Amerikanë dhe këtu ndjeshmëria shumë e madhe. Sidomos tek MAGA. Ka nga e djathta amerikane të cilët edhe mbrojnë Madurën sepse ishte konservator, ishte kundër transgjinorëve, kundër gejve, por një diktator nuk mund tallet me zotin Trump. Disa orë më parë ishte në një delegacion kinez, një ditë më parë këndonte dhe i bënte thirrje Trumpit, eja, frikacak, nuk është thjesht Trump. Është superfuqia e vetme. Këmbanat vjen për të gjithë. Presidentja e majt meksikane duhet të ditë të reagoj me maturi. Nuk mund të filloj të flasë si Maduro, sepse Trump ushtarakisht mund të ndryjë kur të doj ndaj karteleve që kontrollojnë të paktën 30% Meksikës. Dhe fentanili kryesisht vjen nga Meksika, janë rreth 150.000 amerikanë që vdesin vit. Dhe po të shikosh për 10 vjet janë më shumë se 1 milion amerikanë të vdekur. Problemi moral është këtu sepse $100 miliardë shpenzojnë amerikanët për droga. Venezuela bënte transportimin e kokainës nga Kolumbia duke përdorur avionët ushtarak dhe duke shpërblyer me korrupsion të madh generalet dhe ushtrinë për të mbajtur në pushtet një të korruptuar si Maduro. Fakt. Ka njerëz që thonë që çështja gjyqësore, akuzat janë dobta. Dhe po ta shikosh, ka konspiracion për narkotrafik, armbajtje armësh shkatruese, që duket si e dobët, dhe si drejtues shtetit terrorist. Por përse fajsoni Trump? Mandat arresti ndaj tij ka pasur që në kohën e presidentit Biden. Madje dy nipat ti janë arrestuar për trafik droge dhe janë dënuar në Amerikë. Administrata e Bidenit i ka liruar. Ka pasur një shkëmbim burgosush. Pra faktet janë. Unë mund ta kuptoj që nipi një presidenti të një vendi të pasur të merret me drogë. A ka paralele me Ramën? Po, familjarët e tij, nga përgjimet, kusari e
pamëzitur, sepse në qoftë se CIA thot që janë 7, 8 deri në 10 miliard dollar drogë që kalon në Shqipëri, 10% që merr çifti kryeministror shqiptar, familja e tij, ashtu siç marrin rreth 30% të buxhetit në vjedhje, natyrisht edhe këtu. Presidentja në ngarkim në Venezuelë është një person arsimuar në Francë, në Britani, por i ka duart të ndyra me korrupsionin, me trafiqet e atij vendi. Trump i intereson një qeveri e stilit se El Salvador që tjetë pro-amerikane dhe pro-tregut lirë. Ka filluar të ndryshojnë qeveritë e rajonit, fitoria e djathtë ekstrem në Kili e tregon këtë. Në Argjentinë gjithashtu, problemi mbetet Venezuela dhe rruga se si do të shkojë drejt një sistemi me një qeveri tranzicioni, mbase me një pajtim kombëtar mund të gjehet çdo formulë për të shpëtuar atë popull nga varfëria ekstreme. E thash dhe dje, gjithkush që vlerëson lirinë, dinjitetin, duhet gëzohet nga ky veprim ushtarak në pamje gangster i zotit Trump. Kishte muaj që ishte planifikuar gjithçka. Mund të dështonte. Dhe atëherë të gjithë do fillonin të talleshin me mungesën e forcës të ushtrisë amerikane dhe ati kaubojësit të dështuar Trump. Nuk ndodhi, sepse teknologjia ushtarake amerikane tregon dhe një supremacinë e madhe. Shumë mund thonë që Kina është fuqizuar si për Amerikës, po Kina nuk zgjidh dot një konflikt të hershëm, synim të madh për të marrë një vend vogël si Taiwan. Ka frikë. Nga kush? Nga Maduro? Jo. Megjithatë, duket sikur bota është trepolare. Kina do të sundojë, do të ketë dominancë pacifik në hemisferën perëndimore janë amerikanët, por ideja është që Putinit i lihet dorë lirë me Ukrainë. Ne na intereson Ballkani. Dhe po ta shikosh, Mitsotakis shumë i zgjuar, pro-amerikan me deklaratat e tij. Vučić kundër Trump, si Vučić mendon dhe Rama. Rama hesht. E keqja në Shqipëri ka vetëm një emër, i cili po hesht, mbasi ka kohë që ka disa fjalime anti-amerikane. Natyrisht që do të jesh naiv të mendosh që ajo që ndodhi me Madurën mund të ndodhë me Ramën. Rama është kryeministri i një vendi NATO-s. Nuk ka imunitet. Mund të arrestojnë në Amerikë kur të duan. Imunitet ka kryetari i shtetit, Rama nuk është kryetari i shtetit. Dosjet e Ramës janë masive. Dhe në qoftë se Maduro si kanë thënë simbolikisht kjo është ndër Ramës. Kur ty nuk takojnë asnjë zyrtar amerikan që vjen. Kur për herë të parë në brigjet shqiptare vjen një luftani amerikane dhe ti nuk e i ftuar të shkosh. Kur në katër korrik nuk je në ambasadën amerikane për të festuar pavarësinë. Dhe kur ti fillon e flet kundra politikave të Trump dhe guxon edhe tallësh në pranit Macronit, nuk është rastësi që media amerikane të quhen narkotrafikant, shtet mafioz, i korruptuar dhe me titull të madh Rama si Noriega apo Erdogan. Erdogan e rinë pushtet, edhe Erdogan ishte kundër Trump, sepse e provojnë kohën e Obamës. Platformat e zotit Trump të magës janë për të mbështetur forcat e djathta kudo. Shpresoj, dëshiroj
që Rubio të jetë veprues me qëndrimet e tij ndaj Ballkanit. Nuk është rastësi që SPAK ka filluar me forcë të shkojë drejt zyrës kryeministrit dhe drejt Surrelit. Rama përsëri sfidon. Rama tregon që ka një president kukull që s'flet dhe ai. Dhe është e turpshme që vetëm Spiro Palja të bëjë një deklaratë pa përmendur emrin e arkitektit të këtij veprimi, zoti Trump. Natyrisht që Amerika ka një përgjegjësi për rendin botror. Trump është mospërfillës ndaj Bashkimit Evropian dhe ka të drejtë, sepse po shkatrojnë vlerat e civilizimit perëndimor. Politikat e Sorosit, hapjes kufive, kanë shkatruar ashtin e aty qytetërimi. Ata kanë premtuar se do të kenë 5% të GDP-s për NATO, por ky është vetëm premtim. Dhe Trump, siç u kanë thënë gjithmonë Jacksonan, trysni me tarifat, trysni me ushtërinë, tregon edhe një herë që ky vend nuk do të tolerojë anti-amerikan, diktator dhe do të mbrojë interesat amerikane mbi gjithçka. Është e thjeshtë. Jemi me fat që jemi troje ndikimit amerikan. I zgjuar Kurti dhe Osmani. Ju takon të thonë. Sepse edhe pse ishte administratë e majtë e zotit Clinton, ndërhynë dhe çliruan Kosovën dhe na shpëtuan nga gjenocidi sërb. Këtë shpresë kanë sot shqiptarët, por Ramën do ta heqin shqiptarët. Natyrisht, ai ka probleme edhe me drejtsinë amerikane. Dosjet i ka masive. Dhe shteti i ndërtuar nga Rama është disa herë më i keq dhe më i rrezikshëm se sa Venezuela. Sepse fundit në Venezuela është nga fundi botës, shteti narkotrafik i Ramës është në Europë. Droga e Sinaloës, me njerëzit dhe familjarëve të Ramës vdes fëmijët europian, Piepri, Macron, duhet ta di. Administrata e Trumpit e di mirë. Ju falenderoj. Kudo në Shqipëri.